Gerd Bushati, arrestuar për vendosjen e lëndës plase në panelin e matësve elektrik të një pallati në Shkodër, ka pranuar para gjykatës se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit në 27 vjetor, 2 ditë përpara ngjarjes së rëndë. Nga shpërthimi humbi jetën 67 vjeçari Hysni Ymeri, ndërsa rrethanat dhe motivet e plota të ngjarjes vijojnë të mbeten të paqarta. Në deklarimin e tij, Bushati është shprehur se nuk ka pasur dieni se vendosja e territorit do të sillte humbje jete. Ai ka deklaruar se ishte informuar nga porositësi se qëllimi ishte vetëm frikësimi i një personi dhe jo vrasja. Sipas tij, momenti kur mori vesh për vdekjen e Hysni Ymerit ka qenë tronditës dhe i papritur. Bushati ka pohuar se për këtë veprim ishte kontaktuar nga 3 shtetas, Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergys Ibrahimi, të cilët i kishin kërkuar të vendoste lëndën plasëse kundrejt pagesës. Ai ka theksuar se roli i tij ishte i kufizuar vetëm në vendosjen e tritolit dhe se nuk kishte informacion mbi arsyet apo objektivin e vërtetë të aktit. Ndërkohë, 3 shtetas të tjerë të arrestuar nuk kanë pranuar ngjarjen. Ata kanë mohuar çdo përfshirje si në fazën e hetimit në polici, ashtu edhe në gjykat ku janë përfaqësuar nga avokatët mbrojtës dhe kanë zgjedhur të mos japin deklarime. Motivi i vrasjes së Hysni Ymerit mbetet ende i paqartë. Hetimet janë fokusuar në 2 pista kryesore që lidhen me të kaluarën kriminale të dyshuar të familjes së viktimës, përfshirë një ngjarje të vitit 95 dhe një tjetër të vitit 2017. Policia dhe prokuroria vijnë hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe përgjegjësit e kësaj ngjarjeje.